Migjeni është padyshim një ndër shkrimtarët më të rëndësishme me penën më të fortë të letërsisë shqipe. E kanë cilësuar një uragan, poetin e mjerimit, e të vërtetave. La pas vepra me mesazhe të jashtëzakonshme, por kjo me sa duket nuk mjaftoi që Migjeni të shmangte harresën në qytetin e tij të lindjes, në Shkodrën, aq shumë të dashur, e që sot pak vend ka ruajtur për të. Vargjet e tij duket ende sikur trokasin rrugicave të qytetit. Janë hapa të butë e gjëmues njëkohësisht. Të butë se nuk cënojnë askënd nga njerëzit e thjesht, e gjëmues sepse trondisin çdo padrejtësi që mban ende edhe sot ngërthyer jo thjesht Shkodrën, por gjithë Shqipërinë. Në rrugicën ku dikur banonte, ngrihet ende shtëpia e tij. Nga viti 1961 e deri në fillim vitet 90, aty ngrihej edhe muzeu i Migjenit. Ndërsa sot s'ka më asgjë, edhe plakatat janë hequr, duke lënë pas vetë gjurmë të heshtura. Jo larg qendrës së qytetit, pranë gjykatës, siç e njohin shkodranët, ka qenë rruga Migjeni, të paktën deri në fillimet e demokracisë. Por sot për fat të keq ky emër nuk është më. Është fshirë për të zëvendësuar me një tjetër. Është e vështirë të gjesh në qytet se ku ka përfunduar poeti, në cilën rrugë apo rrugicë, vetë shkodranët janë po aq të paqartë sa edhe ne. Kjo historikisht që nga viti 1959 që kam lindur unë, por edhe më parë është quajtur rruga Migjeni. Dhe këtu ka qenë si gjykata, materniteti, shtëpia e fëmijës dhe banorët e lagjës e të Shkodrës e kanë përquajtur kështu rruga e mundimeve për nga ana popullore. Por rruga ka pas Migjeni dhe gjithë telegramet, letrat, adresat e gjitha i kemi pas me këtë adresë, rruga Migjeni. Edhe për teatrin, siç na thon, ka pasur vite më parë propozime, edhe pse nën rrogoz, për t'ia hequr emrin Migjeni. E megjithatë deri më tash është i vetmi institucion që e ka respektuar figurën e tij. Ndërsa në Muzeun Historik të Shkodrës, që mban emrin Oso Kuka, stenda që i përket poetit është po aq modeste sa çdo të ishte për një njeri me fare pa kontribute për këtë qytet. Bashkia e qytetit të Shkodrës ka dhënë aq shumë çmime qytetar nderi, sa është e vështirë t'i numërosh e t'i përmendësh të gjithë, përveç Migjenit. Për të nuk ka menduar askush, ndoshta sepse radhët e tij godasin sot po ashtu si dje, kur kanë ndryshuar kohët, vitet, bile se dhe shekulli, por nuk kanë ndryshuar problemet, hallet, drithërimat. E skamja, në zonat të tëra, është po aty. Migjeni origjinën e familjes e ka nga Reka në Maqedoni, siç qartëson edhe nipi i tij. Në këtë zonë kanë jetuar gjithmonë shqiptar ortodoks, të cilët për shkaqe të njohura historike janë asimiluar në masë. E megjithatë kjo nuk do të thotë se rrënjët nuk i kanë shqiptare, siç edhe her pas here është pretenduar. Edhe një tjetër figurë e njohur e rilindjes kombëtare, Josif Bagëri, vjen gjithashtu nga këto anë. Gjergji 78 vjeçar, nipi i poetit, nuk lëkundet në pohimet e tij, duke u përpjekur megjithatë të mos cënoj askënd. Nuk kërkon debate, as akuzon, pavarësisht se ndjesitë i lexohen qartazi në sy. Ka një shpirt, e një botë që i duket po aq e pasur, po aq e thellë, po aq e ndjeshme. Të shtikë ka do me thanit mëlaja, sepse ai me kohë është trajtu jo plotësisht siç është. Për arsye se ka rryma të veçanta në Shkodër që e godasin. Çdo kund në Shkodër, Migjeni këllthet dhimbje. Poeti i mjerimit, siç konsiderohet Migjeni, prehet në varrezat e dëshmorëve në periferi të qytetit të Shkodrës. Por, a mund të ketë mjerim më të madh se ky vend i rezervuar mes plerave për figura të tilla? Shkodrës jo pa qëllim ja kanë shkëputur Migjenin nga krahët, sigurisht jo shkodranët,
por ata që janë përpjekur të luajnë me fatet e qytetit në këto 23 vite, ata që i prishën shtëpinë Luish Gurakuqit, që s'bëjnë asgjë për fishtën, për varrin e Kolidromenos, për shtëpinë e vendin ku pret Pashkovasa. Politika i përmend sa herë intereson, por për ta nuk ka bërë kurrë asgjë që të shkojë përtej fjalëve. Ne u thojmë drejt Pukës, vendit ku Migjeni kaloi një pjesë tjetër të jetës së tij. Gjurmët e vetme të vërteta të Migjenit i gjejmë në Pukë. Ato kanë mbijetuar fal pasionit dhe vullnetit personal të një profesori vendas, i cili ka mundur të mbajë gjallë këtë godinë me fonde minimale, për të mos thënë krejtësisht qesharake. Fondet e fundit për këtë godinë janë dhënë 10 vite më parë. Më pas kanë qenë thjesht shikërima. E megjithatë të paktën këtu ka diçka që mund të vizitohet, të lexohet, të kuptohet, ku brezat e rinj mund të njohin Migjenin, jetën e veprat e tij. Bashkia në fakt jep një farë fondesh për raste të veçanta, por ka dhënë fonde për të ekspozitin e të kulturore që kemi atje poshtë, ndërsa këtu me raste jep në një fond po minimal. Shkolla muze ku dikur Migjeni jep të mësim në mes vitet 30, pavarësisht thjeshtësisë e braktisjes në mbështetjen financiare, ruan ende sende të vogla të asaj kohe. Sende që duket sikur hera herës fshehin frymarit e tij, kollën e thatë që u shëtin ende mes mureve. A doni qymyr, zotri? Pas derës së muzeut nuk është askush. As luli i vocër me tullumat e tij. Edhe pse sytë e jeshilta të kafshatës së Mjerimit duket sikur dallohen diku të fshehur. Ashtu si grushti i malsorit që kërkon së temi, jo më t'i bjerë malit që zbëzan, por arresës që ka rrethuar krijuesin e tij. Migjenin, shkrimtarin që po përpiqet të shuhet nga bijt politikan të shekullit të ri.